Është një kënaqësi që ne jemi në këto mbasdietja bashk. Kisha reformuar në Delvina, te Pelena, edhe gjithashtu nga Durrës. Edhe ne nga kisha presbiteriana në Tirana edhe në Vaçar, duke celebrua sakrifisi i Perëndis. Para shumë vit përpara, Jezu Krisht e dhan jeta por ne në kryq. Edhe sot, me këto referenci ne do ta lexojmë Biblën, do ta këndoj imnu për Perëndia, do të dëgjoj edhe në predikim gjithashtu duke kujtuar këto sakrifisë. Po do të filloj tani në lutje, edhe i mbas do të lexoj Bibla bashk, Veprat e Apostujve 2, 37-38a. Mbajtën në Bibla bashkë me juve, po do të dëgjoj lutja e Perëndisë përpara. O shumë faleminderit Perëndia për këto moment që ne kemi për të kujtuar sakrifisin që ke bërë në kryq për ne. Unë kërkoj që frymët e shenjtë bashkojë me ne të gjitha, ne që jemi kishë lëvizshmën tani duke celebruar brenda shtëpia, po bashk me këto sistema e online për të kujtuar ata sakrifisë që Perëndia ka bërë në kryq për ne. Shumë faleminderit Perëndia. Na drejtoj tani që ne kemi këto aktivitet, në këto takime që ne kemi. Na drejtoj Perëndia, bashkoj me ne, edhe na jep të bekimin të ndër, por ne të gjitha në vend të ndryshme që ne jemi. Në emrin e Jezu Krisht. Amen. Të dëgjojmë fjalët e Perëndisë. Përshëndetje, do të lexojmë nga fjala e Zotit, Veprat e Apostujve, kapitulli 2, vargjet 37-38a. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra e tyre, dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt: Burra vëllezër, ç'du të bëjmë? Atëherë Pjetri u tha atyre: Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Mbas që ne kemi lexuar fjalët e Perëndisë, mendoj që zemra jonë jam me kënaqësi për të adoruar Zot, po përpara ne duhet të përulë përpara Perëndia. Edhe unë do të kërkoj vëllai Klement që do të bëjnë lutja e rrethimit me kat. Edhe pastaj, mbas lutja, ne do të këndoj në imnu ose në adurimin quha në Krishtin vet. Shpresoj që brenda lutja edhe brenda adurimi ne kemi mundësia që jem përpara Perëndia me në zemrat e pastër. Dhe gjoj lutja tani edhe pastaj do të këndoj këto adurimi për Zot. Miq të dashur, le të ulim kokat tona dhe le të lutemi para afronit të Perëndisë që Zoti të na drejtojë dhe të na mëshirojë në këtë situatë që po kalojmë. Perëndi i dashur, të faleminderit për hirin që jep çdo ditë. Të faleminderit që ti je Perëndi i plot fuqishëm, Perëndi i gjithëpushtetshëm, Perëndi i gjithkodondodhur. Ti je Perëndi i madh, o Zot, edhe je një Perëndi i dashur. Tek ty ne afrohemi në këtë mëngjes dhe duam të themi: na beko, Zot, nëse është e mundur. Ne lutemi duke të kërkuar dhe duke të thënë, o Zot, që ne si bijtë tu afrohemi dhe themi edhe njerë nga zemra jonë e thellë: na i fal mëkatet, na i fal gabimet tona, o Zot. Fali mëkatet e botës, o Zot, sepse jemi të gjithë mëkatarë, o Zot. Jemi të gjithë të përfshirë në zemërimin tënd. Andaj lutem, o Zot, na i fal gabimet, edhe na i fal rrënjësisht mëkatet tona, sepse të gjithë kemi mëkatuar. Ne kemi mëkatuar, Zot, para afronit tënd. Edhe ne jemi njerëz, Zot, që kemi nevojë të gjithë si bota dhe ne si bijtë tu. Kemi nevojë, Zot, që ti të na falësh. Kemi nevojë, Zot, që ti të na marrësh në kontroll. Prandaj lutemi, o Zot, na i fal edhe një herë mëkatet tona dhe kërkojmë mëshirë në emër të Jezus Krishtit. Mëshiroj botën, o Zot, në këtë situatë që është sot. Mëshiroj njerëzit, o Zot. Edhe sill edhe një herë, o Zot, jetën, shpresën. Prandaj të lutemi ne si bijtë tu, o Zot. Kërkojmë mëshirë
si për veten tonë, po ashtu edhe për njerëzimin. Ndaj eja ati dashur, edhe kthe shikimin tënd, o Zot, sepse ne jemi mëkatar, o Zot, dhe nuk mund të bëjmë asgjë nga vetja jonë. Prandaj na mëshiro të lutemi, Zot, sill edhe sa ato pak shpresë në këtë kohë që po kalojmë në këtë situatë. Të kërkojmë ty, o Perëndi, në emër të Krishtit, o Zot i shenjtë. Amin. Krishti kam të vetë shpres, mua me shfuqi dhe drit, s'lekundet kur kysh kemi for, zeri e ti që zon shtuhin, në të gjej pa që siguri, më ngushëllon me dashuri, ai siguron për çdo nevoj, me dashurin e ti qëndroj. Kur Krishti lindi si fami, Krisi vetu bër njeri, njerëzimi erdi ta shpëtoj, por njerëzimi përshmoj, por kur ati zërimi drejt, i Perëndis ju shuaj krejt, dhe shkimin ti a i pranoj, me sakrifise ti qëndroj. Kështu në varë, plotë rësi, drita e botës rinë të shtrit, një qanë të qas, kur Krishti marë, doli nga vari prati gjatë, vetëm të mundërojnë e të, robi me gati nuk jam më, veç robi Krishti jam tani, gjaku i shtrejt me bërë të ti. S'kam turp tjetoj, s'kam frikë e ves, Krishti më jep fuqi dhe shpres, nga i qasti par, sa te marrë frym, Krishti e Zoti fatin tim, as gjallë zëngjëj as njeri, s'më rëmbëndon nga dore ti, gjersa me t'rast pran ti të shkoj, jam në fuqi dhe ti qëndroj. Mbas që ne kemi adhuruar Perëndia me këto kënga, adhurimi, do të dëgjoj tani një lutje për pastor Markus, një lutje adhurimi edhe ndriçimi, në mënyrë që mbas që ne do të lexoj Lukas 23:33 deri 48, Perëndia na ndriçon edhe na mësoj nga predikimi që vjen mbas këto leximi për të kuptuar më shumë fjalën e tij. Mbyll syt edhe dëgjoj lutja me pastor Markus, lutë bashkë me pastor Markus. Edhe pastaj me Biblën e hapur, dhe do të dëgjoj fjalët e Perëndisë, edhe mbas fjali pastor Gerald do vazhdoj me predikimin me ne. Lutem. Le të lutemi. O Zot, shumë faleminderit. Shumë faleminderit sepse vetë në Krishti ne kemi shpëtimi, vetë në Krishti ne kemi jetë, vetë në Krishti ne kemi shpresë, o Zot. Shumë faleminderit sepse Jezusi ka vdekur në kryq, ka ringjallë
edhe ne per gjaku i Jezusit ne kemi shpëtimi. Tani o Zot, ne lutemi që ti mund të hapesh mendjen tonë, zemrat tona për të dëgjuar edhe kuptuar fjalët tënde për ne sot. Në emri Jezus Krishti. Amen. Amen. Dhe kur arritën në vendin që quhet Kafkë, aty e kryqëzuan atë dhe keqbërësit njërin në të djathtë dhe tjetrin në të majtë. Por Jezusi tha: "Atë, fali ata sepse nuk dinë ç'bëjnë." Pasi ndan rrobat e tij, hodhën short. Dhe populli rinte aty duke parë, dhe krerët e përqeshnin bashkë me popullin duke thënë: "Të tjerët i shpëtoi, le të shpëtoi veten, po që se është me të vërtetë Krishti, i zgjedhur i Perëndisë." Edhe ushtarët e tallnin, duke i afruar dhe duke i ofruar uthull, dhe duke thënë: "Nëse ti je mbreti i judejve, shpëto veten." Por mbi të ishte edhe një mbishkrim me shkronjë greke, latine dhe hebraike: "Ky është mbreti i judejve." Por një nga keqbërësit e kryqëzuar duke blasfemuar i tha: "Nëse ti je Krishti, shpëto veten tënde dhe ne." Por ai tjetri duke u përgjigjur e qortoi duke i thënë: "As ke frikë nga Perëndia që je në të njëjtin dënim? Dhe vërtet, në më të drejtë jam dënuar, sepse po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi kryer, ndërsa ky nuk ka bërë asnjë të keqe." Dhe i thoshte Jezusit: "Zot, kujtohu për mua kur të vish në brëndërinë tënde." Dhe Jezusi i tha: "Në të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në parajs." Por ishte afërsisht ora 6 dhe u bë errësirë mbi gjithë vendin deri në orën 9. Dielli u err dhe veli i tempullit u nda në mes. Dhe Jezusi thirrri me zë të lartë dhe i tha: "O Atë, në duart e tua po e dorëzoj frymën time." Dhe si tha këtë, tha frymë. Por kryqëndësi, kur pa që ndodhi, përlëvdoi Perëndin duke thënë: "Me të vërtetë ky njeri ishte i drejtë." Dhe gjithë turma që ishin mbledhur për të parë ç'u bë, kur e pan këtë, u kthyen duke rrahur kraharoret e tyre. Të dashur dëgjues, si fillojmë ne shërbesa tona? Me lutje drejt Atit qelor. Kështu Jezusi krye shërbesën e fundit të tij në kryq. Duke thënë Luka 23, vargu 34, pjesa A, por Jezusi tha: "O Atë, fali ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë." Le të shohim së parin njerëzit rreth kryqit, çfarë bëjnë, çfarë nuk dinë dhe çfarë u nevojitet. Kush janë ata për të cilët Jezusi po lutet? Ata, thot vargu 34. Ata, tha edhe vargu 33, aty e kryqëzuan atë. Dhe keqbërësit, njërin në të djathtë dhe tjetrin në të majtë. Po kush e bërën? Nuk thuhet. Së pari, natyrisht, subjekti është ushtarët që e kryqëzuan. Së dyti, janë ata që ishin përgjegjësh për ngjarjen: Pilati, Herodi, krerët e judejve, sipas vargut 35. Por ka një kuptim më të gjerë. Njerëzit rreth kryqit nuk dinë ç'bëjnë. Dy keqbërësit në të djathtë dhe në të majtë. Dhe ata që e kishin ndjekur Jezusin rrugës drejt kryqit. Në këtë kapitull, vargjet 26 deri 32, Simoni, turma dhe gratë. Gjithashtu janë ata populli që rrinte aty duke parë, vargu 35. Ata nuk dinë çfarë bëjnë. Duke mos specifikuar subjektin, Luka përfshin të gjithë
njerëz që kanë fajin e kryqit. Jo vetëm ata që fizikisht ishin rreth kryqit, por të gjithë ata që kanë nevojë për falje. Gjithë njerëzimi, edhe ti dhe unë. Çfarë bëjnë ata? Kjo është një pyetje që Luka në Ungjilin e tij ka përdorur disa herë. Për shembull, në kapitulli Luka 3. Gjon Pagëzori dhe Jezusi ishin predikues të pendimit. Tek Gjon Pagëzori erdhen disa të prekur, të cilët kërkonin që duhet të bëjmë. Luka 3 vargu 10 thot që të bëjmë pra. Edhe në vargun 12 mësuet që duhet të bëjmë. Edhe në vargun 14 dhe ne që duhet të bëjmë. Edhe Gjon Pagëzori u ka dhënë atyre një përgjigje. Një gjë kërkohet nga ti: mëshirë, sinqeritet, drejtësi. Tek Luka 10, Zoti Jezus veproi njësoj me një mësues të ligjit. Një gjë kërkohet nga ti: bëje ligjin, bëje ndaj të afërmit tënd si samaritani i mirë, dhe trego mëshirë. Një gjë kërkohet: bëje. Është e thjesht kjo? Doli që kthimi, pendimi me forcën tonë është i pamundur. Edhe ky që qëllimi i Gjonit dhe i Jezusit, që njerëz të kuptojnë, të ndijejnë që kanë nevojë për një qetër më i fortë, më i denjë. Gjoni 3 vargu 16. Pra është një pyetje njerëzore: çfarë duhet të bëj të trashëgoj jetën e përjetshme? Çfarë duhet të bëj? Ne jemi njerëz që kërkojnë të bëjmë vetë punën e shpëtimit. Të gjithë ato veprime dalin të kota tek kryqi tani, ku njeriu bën diçka, po kryqëzon të vetmin që meritoj të ishte jo kryqëzuar, sepse i vetmi që ishte i denjë për të jetuar deri në përjetësi ishte ai që po kryqëzohej. Çfarë nuk e din ata? Ata nuk e din se bëhen vrasësit e të drejtit. Nuk e din se kryqëzojnë të dashurin e Perëndis, mrekulli bërësin, atë që fliste me autoritet, plotësonjësin e ligjit dhe të mëshirës, mbretin që doli i pafajshëm përpara gjykatësit Pilat. Nuk e din se ai punon vuan për faljen e tyre. Çfarë u nevojitet? Ata nuk din se ka nevojë për falje. Nuk kanë asë një kuptim për nevojën e tyre thelbësore. Vetëm interesohen për talje dhe për marrjen e rrobave të Jezusit. Njeriu jeton për interesin e vet dhe nuk ka problem të marrë jetën e dikujt, ende të drejtit, të shenjtit. O dëgjues, ky është portreti ynë. Edhe ne nuk dim çfarë bëjmë. As me mëkatet tona, nuk dim çfarë bëjmë ndaj Perëndis. As me veprimet të fetare tona, veprimet të mirat, nuk dim për Perëndin çfarë kuptojnë. Jo vetëm judenjt, por edhe ne shkaktojmë kryqëzimin e Jezusit. Ndoshta edhe ne kemi dëgjuar për falje. Themi, po, edhe unë kam nevojë të falem. Themi, po, ka një Zot. Po ndërkohë
ne vazhdojmë jetën e përditshme, ndërkohë vazhdojmë të mëkatuarit. Kështu edhe ne kryqëzojmë Jezusin. Edhe ne kemi fajin e kryqëzimit. Çfarë na nevojitet? Një kuptim për frikën e Perëndis, që di të gjithë ato gjëra. Ne kemi nevojë për një pikë të dashurisë së Zotit Jezus të kryqëzuar. Ne kemi nevojë për një bindje prej frymës së shenjtë për mëkatet tona. Edhe fëmijët e vërtetë e Perëndis, të cilët dinë për falje nga përvoja e tyre, shpesh vazhdojnë jetën e tyre pa kërkuar falje të re, pa braktisur mëkatin. Çfarë na nevojitet? Falje. Edhe ne kuptojmë këtë më shumë kur kuptojmë edhe atë që kryqëzohej. Njeriun bi kryqin. Çfarë bën ai, çfarë di dhe çfarë meriton. Tani Jezus, tjetri më i fort, më i denjë, siç kishte thënë Gjoni, punon për vizitorët e Gjonit dhe për mësuesin e ligjit dhe për njerëzit rreth kryqit që nuk dinë çfarë bëjnë. Qëllimisht e përmend njeriun, sepse Jezusi tregon veten tani si njeriun e vërtet. Ai nuk merr fuqi për të falur vet, siç kishte bërë përpara, po tani Jezusi i lut dhe i lyp atit të tij, sepse ai tregon veten si njeri i vuajtur. Njeriu ka thyer ligjet shoqërore, edhe mbi këto ka thyer ligjin e Perëndis. Dhe ai njeri që shkel ligjin ka për të vdekur. Njeriu meriton të kryqëzohet si keqbërës, gjastas dhe majtas. Aq është zemërimi i Perëndis. Jezusi i ratifikon me njeriun fajtor. Kështu varet ai në kryq tani, ndërsa hidhet short për ato pronat e tij të pakta. Nuk ngelet asgjë të tij, ai derdhet, ai zbrazet. Ai është njeriu i vërtet mbi kryqin. Dhe çfarë bën Jezusi? Ai plotëson fjalët e vet. Duajini armiqt tuaj. Ai kishte thënë tek Luka kapitulli 6. Dëgjoj, vargjet 27 deri 29. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, duajini armiqt tuaj. Bëjeni të mirë atyre që ju urrejnë. Bekoni ata që ju mallkojnë dhe luteni për ata që ju keqtrajtojnë. Nëse dikush të bie në njërin faqe, ktheja edhe tjetrën. Dhe atij që të merr mantelin, mos e pengo të marr edhe tunikën. Ato fjalë që kishte shprehur Zoti Jezus, tani i plotëson vet duke u kryqëzuar dhe duke u lutur për falje për ata që e kryqëzojnë. Çfarë bën Zoti Jezus? Ai po lutet atit të tij. Po dëgjoj, në atë lutje, ai i flet atit të tij. Edhe në kryq, ajo marrëdhënie akoma ekziston. Jezusi vuan dhe vdes si njeri, por ndërkohë është i pranishëm edhe si biri i Perëndis. Kështu merr ai fuqi për të vuajtur, për të dorëzuar jetën e tij, për të plotësuar vullnetin e atit. Si izraelitët në dhjetën e vjetër, që bërin flijimi të një qengji për të afruar me Perëndin dhe për të marrë faljen, kështu Jezusi afrohet me atin e tij, duke i bërë flijim të vetvetes dhe në bazë të flijimit lutet për falje. Ja,
qenji i Perëndis që ngre, që heq mëkatin e botës. Çfarë e di Jezusi? Ai e di që mëkatar së pari, mbi të gjitha, ka nevojë për falje. Ai i di nevojat njerëzore më mirë se sa vetë njerëzimi. Ai e di që tani ka arritur tek qëllimi përse Ati e kishte dërguar në këtë botë. Aq deshi Perëndia bota se dha birin e tij të vetëm lindur deri në kryq. Jezusi e di që ai i ka bindur Atit të tij deri në fund, po derdh gjakun e vet, vetëm jetën e ka për t'ia dorëzuar, dhe kështu ai kryen pajtimin e plot. Ai e di që tani ai fajesohet. Ai e di që faji kërkon flijim, dhe që flijimi i tij, ai e di, do të jetë i përkryer, dhe kështu ai do të fitoj një shpengim të përjetshëm. Ai e di që Ati dhe drejtësia e tij tani po kënaqen. Çfarë meriton Jezusi? Ai meriton që tani po mbullohen fajet e fëmijëve të zgjedhur të Perëndis nën gjakun e tij. Ai meriton që Ati nuk mund ta shoh më ato mëkate. Ai meriton që Ati nuk mund të dëshkoj shkeljet dyfisht. Edhe tek Jezusi, edhe tek mëkatari. Jo, nëse Perëndia i ka dëshkuar të birit të tij, nuk do t'i ndëshkoj më fëmijët e tij. Jezusi meriton që në bazë të gjakut të kuq dhe të kryqit të gjakosur, vëllezërit dhe motrat e tij do të falen tani dhe përjetës. Ai meriton të ndërmjetësoj me të drejta të plota për faljen e tyre. Jezusi lutet dhe kërkon atë falje për njerëz keqbërës, të paditur, të padenj. Kështu ai me liri dhe gëzim për të ndërmjetësuar. Gëzim? Po, sepse për këtë ka ardhur biri i Perëndis. Hebrejt 12 thot, kapitulli 12 vargu 2, për gëzimin që kishte përpara tij, duroi kryqin dhe e përçmuar fyerjen. Jezusi meriton fitoren e tij. Ai realizon triumfin e dashurisë së Perëndis Trini për mëkatar. Prandaj ai merr guxim si lutja e parë të kryqëzimit. O Ati im, fali ata, sepse nuk din ç'bëjnë. O dëgjues, ky është qengji i Perëndis. Ky është shërbëtori i Zotit, i përfshirë midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Isaia 53 vargu 12. Gjithë bota po rrethohet rreth kryqit. Ose kryqi ngrihet në mes të gjithë botës. Para teje edhe tani ngrihet kryqi. Ai veprim shlyes mjafton për gjithë botën. Mjafton për keqbërës, mjafton për popullin e thjesht, mjafton për mësuesit e ligjit, mjafton për brezat e ardhshëm, mjafton për ty. Jezusi shprehi ato fjalë me krahët hapur. Si e ka dëgjuar bota? Dëgjoni, dy keqbërësit, në mes të cilëve u var Jezusi. Ata përfaqësojnë gjithë njerëzimin, përfshirë ty dhe mua. Sipas Mateut, të dy kusarët fyenin Jezusin. Nga kryqi i tyre, gjathas,
majtas, fyenin Jezusin. Edhe thot, Luka 23, vargu 39, njëri prej tyre vazhdonte të fyente, të blasfemonte Jezusin, duke blasfemuar i tha, nëse ti je Krishti, shpëto veten tënde dhe ne. Por i dyti, keqbërësi i dytë, ndërron jetën e vetë, para se të ndërroj jetë. A i pendohet, vargjet 22 deri 22, por a i qetri, duke u përgjigjur, e qortoj duke i thënë, as ke frik nga Perëndia që je në të njëjtin dënim? Dhe vërtet, ne me të drejt jemi dënuar, sepse po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi kryer, dërsa ky nuk ka bërë asnjë të keqe. Dhe i thoshte Jezusit, Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Ai i dyti ka frik nga Perëndia, pranon dënimin e merituar, deron Jezusin si e pafajshëm dhe kërkon falje. Edhe më pak, thjesht një kujtim kërkon ai nga Jezusi si mbreti qelor. Ai pendim është prova se ati qelor ka dëgjuar lutjen e të birit. Fali ata, lutja e tij është e fuqishme, prandaj Zoti Jezus i përgjigjet atij. Në të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në parajs. Vëllezër dhe motra, ata dy keqbërës përfaqësojnë gjithë njerëzimin. Ti, dëgjues, je ose me njërin, ose me qetrin, duke blasfemuar deri në fund, duke rezistuar Zotin Jezus deri në fund, ose pendohesh dhe kërkosh një mendim të Zotit Jezus. Ajo falje shpalet të gjithëve. Jezusi e ka krahët e hapur. Ajo falje do të zbatohet tek ata që ndihen se janë të fajshëm. Nuk kanë mbajtur as edhe një urdhërim. As i kanë treguar dashuri Perëndis, as të afërmit siç duhet. Nuk din si të rrëfejnë mëkatet ende siç duhet. Nuk din të kryejnë vepra të mira mjaft të kënaqur për Perëndin. Prandaj quajnë veten si ta grambledhësin Luka 18, mëkatarin, duke kërkuar falje. Ji i mëshirshëm ndaj meje, mëkatarin. Si dëgjues, a nuk mund të kapësh premtimin vetë? Jezusi po lutet për falje, për mëkatar. Nëse nuk ke për të kapur, nëse nuk të mjafton besimi yt, thuaj i Zotit këtë. Kujtohu për mua, kujtohu për mua. Jepmë një kujtim, një mendim të mëshirës sate. Do shta shpyetja jote. Çfarë duhet të bëj? Dëgjoj. Luka përsëri tek libri i dytë të tij, Veprat e Apostujve, kapitulli 2, vargjet 36 deri 38. Ku Pjetri thot, ta di pra me siguri gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia a ka bërë Zot e Krisht. Ndalo pak, ju e keni kryqëzuar me mëkatet e tua,
ne e kemi kryqëzuar. Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Kur ata I dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra e tyre, dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt, burra vëllezër, që duhet të bëjmë? Atëherë Pjetri u tha atyre, pendohuni, dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit. Pse? Për faljen e mëkateve. O Zot Perëndi, ne vim përpara Teje pas këtij predikimi edhe të lutemi zbatoje në zemrat tona. Fjala jote është aq e pasur, por ne kemi nevojë për frymën tënde të shenjtë, të zbatoje atë vepër të mrekullueshme që Jezu Krishti ka kryer në kryqin e tij, që ai ka kërkuar dhe ka merituar dhe ka zbatuar falje për mëkatar. Jep na atë falje, o Zot, ne kemi aq shumë nevojë. Edhe jo vetëm ne, po gjithë bota ka nevojë për faljen tënde. Edhe njerëz të një janë ankth, kanë shumë pyetje. Edhe të kërkojmë që ti të tërheqësh njerëzimin të vinë tek kryqi I Krishtit për shpëtimin dhe faljen e tyre. Në emër të Zotit Jezus lutemi. Amen. Unë jam 100% sigur që Perëndia na ka folur në këto mbasditje. Edhe shpresoj që ne jo vetëm në këto moment, por ne vazhdon duke treguar po njerëz të tjerë këto sakrifisi I madhe që Perëndia ka bërë për ne. Ata kryqëzimi nuk I ishte në humbje, ishte kundër, ishte fitore, sepse ka bërë profesia që Perëndia ka bërë më përpara. Edhe tani, shpresoj që do ta vazhdojmë aktivitete ndryshme ose bashkë biseda me familja. Ne do vazhdojmë duke kujtuar ata fjalë që ne kemi dëgjuar nga pastor Gerald. Tani do bëjmë lutjen e fundit dhe merret dhe gjithashtu bekimi për në të gjitha në këto takimin tonë. O atë Perëndie, përsëri shumë faleminderit për fjalën tënde, shumë faleminderit sepse ke folur në zemrën tona në këto mbasditje. Dhe vazhdon Perëndia në moment që duke reflektuar, duke biseduar me njerëz të tjerë për këto që ne kemi dëgjuar, vazhdon duke biseduar në zemrën tonë, duke folur me zemrën tona. Edhe na inkurajoj Perëndia që tregon edhe këto që ne kemi dëgjuar për njerëz të tjerë që në afro, që ne do të përdore do këto sistema me Facebook, WhatsApp, komunikimin të ndryshme për të treguar dashuria I madhe për popullin. Shumë faleminderit përsëri Perëndia. Dhe tani, në emrin e Jezu Krisht, që hiri I Jezu Krisht që ka ardhur për ne, dashuria e Perëndis, edhe bashkësia e frymëve të shenjtë, qoftë me ne të gjitha kisha juaj, në emrin e Jezu Krisht. Amen. Perëndia në bekoj, në emrin e Jezu Krisht.